Përshëndetje. Episodi i sotëm është shumë delikat. Ka të bëjë me autizmin dhe vaksinat. A ka lidhje midis tyre? A janë të vërteta informacionet apo dizinformacionet që xhirojnë në media, në rrjetet sociale, në përkrahës të njërës apo të tjetrës formë? Le ta fillojmë me radhë dhe të marrim një cikël episodesh në të cilat të shpjegojmë me radhë lidhje nëse ka midis tyre, vaksinat kur kanë lindur dhe çfarë parandalon çdo njëra prej tyre, si ishin sëmundjet para këtyre vaksinave, para çfarë çdo lloj sëmundje para vaksinës vet, deri në ditët e sotme. Atëherë, si lindi teoria e lidhjes së vaksinave me autizmin? Kjo lindi nga një mjek ose ish mjek në Britaninë e Madhe, Andrew Wakefield. I lindur në 1957, një mjek kirurg dhe gastroenterolog, i cili në fund të viteve 90 botoi në revistën The Lancet, për saktësi në shkurt të vitit 1998, një artikull ku shkruante: hiperplazia ileale limfoide nodulare, koliti jo specifik dhe çrregullimi i përhapur i zhvillimit tek fëmijët. Studimi çfarë përfshinte? 12 fëmijë. Pra si mund të bësh një studim shkencor me 12 fëmijë? Dhe pretendohet sepse disa prej tyre zhvilluan simptomat e autizmit pas marrjes së vaksinës MMR ose vaksinës trivalente, siç është fruthi, shyta dhe rubeola. Në konferencën për shtyp, Wakefield kërkoi ndarjen e vaksinës në secilën dozë më vete, atë të frutit, të shytave dhe të rubeolës. Kjo shkaktoi një panik shumë të madh, sidomos në Britaninë e Madhe në atë kohë, por edhe në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara. Po pse ndodhi konfuzioni? Autizmi është një sëmundje që kryesisht shfaqet në moshën 1-2 vjeç, pikërisht në atë periudhë kur është periudha e vaksinimit të vaksinës trivalente. Dhe u lidh gjoja shkak pasojë, gjë e cila çoi në një panik shumë të madh, por dhe në një ndalim pothuajse të menjëhershëm të vaksinave për arsye të frikës, për arsye të kësaj sëmundjeje që është, siç e dim, shumë invaliduese. Por çfarë solli hetimi? Për këtë arsye, mes gazetarëve dhe komunitetit shkencor u zbuluan një sër shkeljes shumë serioze. Së pari, kishte një konflikt interesi sepse Andrew Wakefield, ish mjeku britanik, kishte konflikt interesi sepse u sponsorizua nga një studio avokatësh, të cilët po përgatisin një padi, një akuzë për sa i përket prodhuesve të vaksinës MMR. Dhe për këtë mori 435.000 pound gjoja për studime të pavarura. Së dyti, bëri manipulim të dhënave. Wakefield kishte ndryshuar historikun e pacientëve, i kishte shtrembëruar ato me qëllim që të ngjanin me simptomat e bërjes së vaksinës dhe të vërtetonte hipotezën e tij. Shkak pasojë pra. Bëri vaksinën, prandaj u bë autik. Mungesë etike. Përsëri, ish mjeku Wakefield kishte testuar fëmijë pa leje etike. Kishte bërë ekzaminime invazive, siç është edhe kolonoskopia dhe punktura lumbare, të cilat janë invazive dhe mund të jenë dhe invaliduese, pa kërkuar leje, që një mjek nuk duhet ta bëjë kurrë atë. Çfarë solli hetimi dhe kush ishin pasojat? U bën studime dhe hetime për 10-12 vjet, deri në vitin 2010, pra kishte 7 vjet rresht mbasi kishte dalë teoria, dhe sa kishte shkaktuar pasojat e veta, 7 vjet hetime nga General Medical Council në Mbretërinë e Bashkuar. Dhe mbas këtyre hetimeve, Wakefield u përjashtua nga urdhri të mjekut në Angli dhe humbi licencën e mjekut. The Lancet, studimi që ai publikoi, hoqi zyrtarisht artikullin si mashtrues. Një studim i vonshëm në BMJ, British Medical Journal, në vitin 2011, e quajti punën e tij një mashtrim i qëllimshëm shkencor. Kush ishte reagimi
shkencor ose i komunitetit shkencor në atë kohë. Pas skandalit, janë kryer qindra studime ndërkombëtare që kanë përfshirë jo 12, po miliona fëmijë, të cilët këto studime kanë sjellë në rezultate unanime, pavarësisht se janë bërë të pavarura në Japoni, në Europë apo në Shtetet e Bashkuara. Nuk ekziston asnjë provë që vaksinat përfshirë MMR-n shkaktojnë autizëm. Këto përfundime janë mbështetur nga të gjitha organizatat botërore MNZ shkencore, që nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, që nga CDC-ja, që nga EMA dhe të gjitha akademitë e kombëtare të shkencës të pediatrisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Europë. Por çfarë pasojash solli, sidomos shoqërore? Dëmi që shkaktoi Wakefield nuk ishte vetëm shkencor, por ishte human dhe social. Pas publikimit të studimit të tij, niveli i vaksinimit kundër frutit ra nën 80%. U regjistron shpërthime të frutit në SBA dhe në Europë, edhe në vende të tjera. U humbën jetë fëmijësh nga sëmundje që ishin pothuajse zhdukur deri në atë periudhë. Frika e shkaktuar nga një studim i re u përhap me shpejtësi në media dhe rrjetet sociale, duke shqyrë lëvizjet anti-vax ose kundër vaksinës që vazhdojnë edhe sot, edhe mbas historisë së COVID-19-s. Por më vonë çfarë ndodhi me Wakefield? Jeta pas skandalit. Pas humbjes së licencës, u shpërngur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku u bë figurë e njohur në rrethet e këtyre njerëzve që ishin krijuar ose e cirkullave no-vax ose kundër vaksinës. Ai arriti deri aty sa në vitin 2016 prodhoi dhe filmin Vaxët, i cili u dënua gjerësisht nga komuniteti mjekësor si propagandë dezinformuese. Megjithatë, përkrasit e tij vijojnë edhe sot ta mbajnë si simbol të rebelimit ndaj institucioneve, duke harruar që veprimet e tij jo vetëm që nuk ndihmuan, por përkundrazi vunë në rrezik jetën e miliona fëmijëve. Çfarë duhet nxjerrim nga ky konkluzion? Rasti Wakefield na mëson se dezinformimi në shëndetësi është po aq i rrezikshëm sa vetë sëmundjet. Dhe kjo nuk është pak. Në një epokë ku lajmet përhapen më shpejt se sa faktorët dhe se sa provat, roli i mjekëve dhe institucioneve është shumë i rëndësishëm për të kthyer besimin, për të informuar, po duhet të jetë një informim i vazhdueshëm, një komunikim i bazuar në prova, jo në fjalë, jo në të thëna, jo me të dëgjuar. Pra, vaksinat nuk shkaktojnë autizëm. Studimi i Wakefield ishte një mashtrim shkencor i dënuar dhe i tërhequr, u tërhoq nga Lancet si mashtrim. Vaksinimi është mjeti më i fuqishëm i njerëzimit për parandaluar sëmundjet dhe për të shpëtuar jetë, për të zhdukur ato sëmundje që kanë përgjysmuar popullsitë e botës në epoka dhe periudha të ndryshme dhe në sezone dhe në momente të ndryshme. Po për këtë, siç e thash, do të shohim episod mbas episodi, do t'i marrim me radhë të gjitha vaksinat, kur ka dalë vaksina e parë, kush janë vaksinat e para që bëhen, pse bëhen, kush janë sëmundjet që ato parandalojnë dhe çfarë kanë shkaktuar këto sëmundje para se vaksinat të dilnin. Dhe kjo sigurisht janë të bazuara të gjitha në informacione dhe në studime shkencore, jo në thënie, jo në hamendje. Prandaj të jemi shumë të kujdesshëm mbi informacionin që marrim. Në të gjitha rrjetet sociale çdo gjë që publikojmë ka shumë komente të pranueshme ose jo, ose që nisen nga këto thënie nga ky mjek apo nga dikush tjetër, të cilat nuk janë të bazuara në prova shkencore. Shihemi në episodin e radhës.